Gafa në momente e tensioni, Berisha duke filmuar në kuvend kriminal larg duart nga Tauland Balla. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka qenë i pranishëm në seancën plenare të kuvendit ku tensionet mes opozitës dhe mazhorancës kanë shpërthyer në përplasje fizike. Gjatë kësaj seance, deputetët e Partisë Demokratike kishin zaptuar karriget e ministrave duke kundërshtuar proceset e seancës dhe duke protestuar për çështje të ndryshme. Kjo situatë ka shkaktuar një konfrontim me Gardën Republikës, e cila ka intervenuar për të ndarë deputetët. Për të regjistruar këto momente, Berisha ka marrë rol aktiv si kameraman duke filmuar skenat e tensionuara të krijuara në kuvend. Gjatë përplasjes, ai ka drejtuar një thirrje ndaj antarëve të Gardës duke kërkuar që të mos prekin deputetët e Partisë Socialiste. Larg duart kriminal nga Tauland Balla, ka shpallur Berisha duke ngatruar emrin e deputetit Partisë Socialiste Tauland Balla me një tjetër individ. Larg duart nga deputeti kriminal, larg duart nga deputetët kriminal. Bardhi, ti nuk merr urdhra nga Tauland Balla, merr nga ligji kriminal. Të jep urdhra ty dhe shkon prek deputetin me dorë. Mos guxo ti prekësh deputetët. Berisha, larg duart kriminal nga Tauland Balla. Larg duart nga deputet kriminal. Larg duart nga deputet kriminal. Kriminal, larg duart nga deputetët. Larg duart nga deputetët. Larg duart nga deputetët, kriminal. Ti nuk merr urdhra nga Tauland Balla. Merr nga ligji. Kriminal. Kriminal. Larg duart nga Ti urdhra aty dhe shkon prek deputetin me dorë. Mos guxo ti prekësh deputetët. Larg duart kriminal nga Tauland Balla. Larg duart nga deputet.